Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Këtë lule s'ka shqiptar që nuk e ka në shtëpi, një gjethe aloe vera shëron çdo sëmundje. Besoj se bima që ne e njohim sot si aloe vera erdhi nga Afrika e Veriut. Dokumentacioni i parë i njohur për përdorimin e saj nga ana medicinale ka qenë në librat e lashtë egjiptian, të cilët kanë dhënë receta të ndryshme për aloe verën, që atëherë kjo bimë është përdorur në të gjithë globin edhe si një lule dekorative dhe më e rëndësishmja si një ilaç shërimi. Nëse keni një bimë aloe vera do të përfitoni shumë, kryesisht për shkak të vetive të saj medicinale. Ajo çfarë duhet të bëni është që të prisni bimën në copa për të përfituar prej saj gjelin më efektiv. Gjithashtu, lëngu i aloe verës mundet që të gjendet në shumicën e dyqaneve ku shiten ushqime të shëndetshme, por gjeli i nxjerrë nga bima mund të jetë më i sigurt dhe për të mos përmendur se është varianti më i lirë. Përfitimet që do të keni janë se kjo bimë shëron djegjet, shëron plagët, zbut aknet dhe ekzemat dhe gjithashtu zbut skuqen dhe problemet të tjera të lëkurës. Mund të përdoret gjithashtu si një ilaç antikruarje, redukton rrudhat dhe ju ndihmon për të patur flok të shëndetshëm, madje mundet që të parandaloj edhe humbjen e flokëve. Hidraton lëkurën, mund të përdoret gjithashtu si një xhel rroje. Nga ana tjetër, aloe vera është një bimë medicinale e cila mundet që të bëjë mrekulli për trupin ton. Përdorimi i saj është mjaft i rëndësishëm për trajtimin e lëkurës dhe jo vetëm. Kjo bimë përdoret zakonisht në industrinë farmaceutike dhe ato kozmetike. Xheli i tedukshëm i aloe verës përbëhet nga rreth 96% përmbajtje ujë dhe përdoret gjithashtu si një ilaç bimor tradicional në të gjithë botën. Është e njohur për aftësitë e saj shëruese, hidratuese dhe zbutjen e lëkurës. Ajo rritet në vendet me klimë tropikale, si edhe në ambiente të mbyllura apo të hapura. Ja kush janë disa nga vetitë më të njohura të aloe verës. Shëndeti i flokëve. Aloe vera përmban proteolitik, të cilët riparojnë qelisat e vdekura në lëkurën e kokës tonë. Ju mundet që të bëni një maskë të mrekullueshme për flokët duke përdorur aloe vera, vaj kokosi. Shërben gjithashtu si balsam për flokët dhe jep atyre shkëlqim dhe butësi. Zvogëlon praninë e zbokthit, kruarjen e kokës dhe gjithashtu rënien e flokëve. Humbja e peshës. Aloe vera gjithashtu ju ndihmon që ju të humbisni në peshë. Ajo ka lëndë ushqyese, enzima, aminoacide dhe minerale të cilat ndihmojnë në humbjen e peshës. Ju mund të konsumoni lëng aloe vera çdo ditë. Lëkurë e lëmuar. Kjo bimë mund të bëjë mrekulli me lëkurën tuaj duke e bërë atë të lëmuar dhe rinore. Ajo siguron ushqim të vazhdueshëm për lëkurën në qoftë se do të aplikohet rregullisht. Menaxhim i diabetit. Studimet gjithashtu kanë treguar se bima aloe vera mund të përdoret për kontrollin e presionit të gjakut dhe diabetit. Ideale do të ishte që ju të konsumoni 2 lugë lëng aloe vera në ditë për të kontrolluar nivelet e sheqerit në gjak. Por nëse ju konsultoheni me mjekun tuaj, ai do t'ju udhëzojë se sa duhet që të konsumoni. Shëron plagët nga prerja dhe djegja. Xheli aloe verës shërben për të shëruar plagët nga prerje dhe djegjet. Aloe vera është bima e parë e cila konsiderohet si ilaç efektiv për të shëruar shkallën e dytë të djegjes.
Aplikimi i aloe verës në djegjet e diellit është vetëm një mënyrë për të përfituar nga kjo bime fuqishme. Në fakt, ajo prek vetëm sipërfaqen. Aloe vera mundet që të luftoj urthin. Shumë njerëz vuajnë nga sëmundja e refluksit gastroezofageal dhe përdorin ilaçe pa recetë për të maskuar simptomat, por në fakt aloe vera bën një alternativë të shkëlqyer natyrore dhe ajo mund të burohet në oborrin tuaj të shtëpisë. Sipas ekspertëve, edhe pse jo të gjitha llojet e bimës aloe vera janë të sigurta për të konsumuar, ka lëngje të aloe verës të disponueshme me të dhe mund të ndihmojnë në zbutjen e acarimit dhe zvogëlimit të inflamacionit që shkakton urth. Ruan ushqimin. Ju bëni çmos për të bler perime organike, por fakti i çështjes është se ata kanë më shumë të ngjarë që të shkojnë keq më shpejt se sa alternativat e rritura kimikisht. Lajmi i mirë është që ju mund të aplikoni një shtresë të hollë aloe vera ushqimore në produktet tuaja të freskëta për të ndihmuar në mbrojtjen kundër baktereve të cilët çojnë në prishje. Pastronë dhëmbët. Ndoshta tashmë keni dëgjuar se vaji i arrës së kokosit funksionon mirë për të pastruar dhëmbët, por e njëjta gjë mund të thuhet edhe për aloe vera. Karakteristikat natyrore të bimës përfshirë vitaminën C mund të fuqizojnë përmes pllakës dhe të mbrojnë kundër baktereve që shkaktojnë sëmundje të mishrave të dhëmbëve. Shëron infeksionet. Me veti të fuqishme antibakteriale, aloe vera bën një vaj të shkëlqyeshëm për prerjet e infektuara. Për shkak të aftësive të saj qetësuese, gjithashtu punon për të shëruar në mënyrë aktive plagën dhe për të zvogëluar plagët. Hidraton lëkurën. Industria e kujdesit për bukurinë prodhon hidratues të cilët janë të mbushur me kimikate të destinuara për të tharë lëkurën dhe për të inkurajuar blerjen e përsëritur të tyre. Aloe vera, ndërkohë, është alternativa më e sigurt dhe më efektive, sidomos kur bëhet fjalë për balancimin e niveleve natyrore të lagështisë së lëkurës. Si bimë e cila lulëzon në klimë të thatë, ajo mban ujin dhe gjithashtu mundet që të tërheqë lagështinë në vend se të veprojë si një mburoj kundër thatësisë si produktet e prodhuara. Jo vetëm që mund të hidratojë lëkurën, por gjithashtu funksionon edhe për të eliminuar aknet. Lehtëson kapslokun. Një gjel i bërë nga ekstrakti i aloe verës u gjeti dobishëm në një studim për të lehtësuar kapslokun. Përdorimi i lëngut të aloe verës mundet që të ndihmojë zorrën e trashë që të mbajë ujin dhe të stimulojë lëvizje në zorrën e poshtme. Madje është treguar më efektive se sa ilaçet konvencionale laksative. Rregullon nivelin e sheqerit në gjak. Një studim tregoi se vetëm 2 lugë gjelle lënë nga aloe vera në ditë munden që të ulin ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak të diabetikëve. Me një aromë të ëmbël natyrisht, lëngu i aloe verës mundet që të plotësojë dëshirat e sheqerit pa hedhur nivelet e sheqerit në gjak. Lubrifikant personal. Ndoshta një lubrifikant i tepërt, por me bazë aloe vera, nuk është vetëm i sigurt, por pH-i ekuilibruar i cili mund të largojë infeksionet ose bakteret. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.